Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjeku gjermani nxjerr jashtë loje farmacit. Diqni gjethe-dafinë çdo mbrëmje dhe do befasoheni. Në ditët e sotme për shkak të angazhimeve të shumta, është shumë e vështirë të gjeni kohë për veten për t'u relaksuar. Një nga mënyrat më të mira për të çliruar nga stresi ose mërzia e ditës është të diqni një gjethe-dafine. Kjo është zbuluar nga Ganeid Malakov, ku sipas tij kjo mënyrë është përdorur gjërësisht në aromaterapi me gjethet e dafinës që janë gjetur edhe në prona të dobishme në lehtësimin e stresit. Dafina ka një numër të madh të përfitimeve, sidomos edhe atyre shëndetësore. Ajo mban edhe një aromë karakteristike që ju sjell përfitime në lëkurë dhe në frymëmarrje, citon The Telegraph. Ajo është e dobishme në relaksimin e muskujve, ul tensionin e lartë të gjakut dhe ju bën gjithashtu të ndjeheni më të qetë. Ja çfarë duhet të bëni me përdorimin e kësaj gjethe në mënyrë të rregullt, sipas The Telegraph. Merrni gjethe dafine, ndizini ato me anë të një shkrepse dhe vendosni në një tavull duhani. Largoheni nga dhoma për 10 minuta dhe më pas riktheheni në dhomë sërish. Dafina do të ketë ndërruar të gjithë atmosferën dhe aromën e dhomës. Uluni në një koltuk të rehatshëm dhe merrni frymë thellë. Stresi do të qëndrojë larg dhe do të relaksoheni në maksimum. Këtë mënyrë mund ta përdorni edhe në tualet, ndërsa jeni duke bërë dush të ngrohtë. Gjethet e djegura të dafinës gjithashtu do t'japin rezultate fantastike edhe në largimin e buburrecave, milingonave dhe furtarës së zezë. Në ambientet e shtëpisë suaj ku këto insekte janë më shumë të pranishme, ndizni gjethet e dafinës dhe jelini aty derisa të fiken. Kjo është një mënyrë alternative shumë e mirë për t'i mbajtur ato larg nga shtëpia juaj, sigurisht duke kontribuar edhe më shumë në lehtësimin e komplikacioneve që i kanosen shëndetit të përgjithshëm. Dafina është një bimë shumë e pasur edhe me minerale. Ajo është mjaft e dobishme për shëndetin dhe për organizmin, duke ofruar lehtësime nga shumë probleme, sidomos ato që prekin në rrugët e frymëmarrjes. Nëse ju vuani nga këto probleme, në këtë video do të mësoni përgatitjen e disa recetave me dafinë, të cilat do të përmirësojnë ndjeshëm edhe simptomat për të cilave po vuani. Sipas The Elside, në këtë video do të rendisim disa mënyra alternative shumë të fuqishme në dobi të shëndetit tuaj. Receta me avullin e lëshuar nga dafina i hap rrugë edhe sistemit të frymëmarrjes dhe zhbllokon gjithashtu edhe hundët e bllokuara. Ekspertët rekomandojnë zgjerrjen e 6 gjetheve të dafinës në 2 gota me ujë. Pasi uji të ketë marrë val, hiqeni nga zjarri dhe hidhni në një enë tjetër. E mbuloni gjithashtu kokën me peshqir dhe mbani fytyrën pranë enës. Merrni frymë thellë duke nuhasur aromën e këndshme të dafinës. Ju mund të përdorni dafinën për një shurup të përgatitur në kushte shtëpie dhe në lehtësimin e problemeve të kollës. Dafina është një mënyrë efikase për trajtimin e kollës së thatë. Receta natyrale kundër kollës përgatiten shumë lehtë në kushte shtëpie dhe rezultatet që do t'japin në këtë aspekt do ta bëjnë atë një nga mënyrat alternative më të çmuara në ndihmë të shëndetit tuaj. Përdorimet të tilla të gjetheve të dafinës janë alternativat më të çmuara, çka do të sjellin gjithashtu edhe shumë përfitime. Duke përdorur këtë mënyrë me shurupin e dafinës do të keni lehtësime më të mira të shëndetit tuaj. Edhe kompresat me gjethet e dafinës do t'japin rezultate më të mira ushqyese për shëndetin dhe në lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Gjethet e dafinës janë shumë të mira gjithashtu edhe kundër problemeve të bronchitit. Me to, ju mundeni të bëni kompresa në kushte shtëpie për të dhënë rezultate mjaft të mira ushqyese dhe lehtësuese në çdo aspekt të tyre. Mund të përdorni në një tenxhere duke hedhur ujë dhe më pas, pasi të ketë marrë val, shtoni 3 gjethe dafine. Fikeni sobën pas pak minutash në tenxhere, vendosni një nap dhe më pas përdoreni kompresën për ta vendosur vazhdimisht në kraharorin tuaj. Këto do t'japin rezultate fantastike në lehtësimin e problemeve të ftohjes, gjithashtu edhe në rritjen e vlerave të imunitetit tuaj. Vaji esencial i dafinës është gjithashtu edhe një mënyrë shumë e çmuar ushqyese edhe për organizmin tuaj. Aroma e thellë e dafinës ju ndihmon të merrni frymë lirisht.
Për përgatitjen e vajit të dafinës ju duhen 4 deri në 5 gjethe dafine në 2 gota me ujë me vaj bajame të ëmbël. Pastrojeni gjethet dhe hidhini në kavanoz bashkë me vajin e bajames. I lini së bashku për 40 ditë dhe më pas mund ta përdorni edhe për të përmirësuar frymëmarrjen. Është një mënyrë shumë e mirë për të përmirësuar shëndetin tuaj, gjithashtu edhe për të përmirësuar edhe lehtësimin e kraharorit. Gjethet e dafinës vijnë nga familja Laurus nobilis, vendlindja e të cilës është edhe mesdheu. Kjo bimë hyjnore është e pasur me vitaminën C, vitaminën B, vitaminën A dhe elementë të tjerë shumë të rëndësishëm ushqyes për organizmin. Kjo e fundit është një antioksidues natyral që njihet për veti të mbrojtëse edhe për shëndetin e syve tuaj, duke rritur kështu edhe përfitimet më të mira për to. Dafina ka në përmbajtje të saj nivele të larta të bakrit, potasit, kalciumit, manganit, hekurit, zinkut, gjithashtu edhe magnezit. Potasiumi ndihmon edhe në përmirësimin e shëndetit tuaj dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Ndaj edhe ekspertët këshillojnë vazhdimisht edhe përdorimin e gjetheve të dafinës. Gjethet e dafinës janë një lehtësues shumë i mirë kundër problemeve tuaja të stresit. Do të japin rezultate mjaft të kënaqshme në këtë drejtim, gjithashtu edhe në rritjen e vlerave të trupit. Gjethet e dafinës kanë një impakt të fortë në sistemin tretës si diuretik, të cilat ulin nivelin e toksinave në trup dhe reagojnë ndaj helmeve ushqimore. Përmbajtja organike e gjethet të dafinës e bën atë një nga zgjedhjet më të mira ushqyese për shëndetin tuaj të përgjithshëm. Ndaj do të keni edhe një tretje më efektive me përdorimin e kësaj bime. Dafina është një lehtësuese shumë e mirë edhe sistemit të frymëmarrjes. Ndaj, edhe ekspertët sugjerojnë në përdorimin e saj në mënyrë të rregullt në dietat tuaja të përgjithshme. Ndaj, mundohuni ta keni pjesë të dietave tuaja, duke ditur edhe rëndësinë e madhe që ajo ka. Vaji i dafinës mund të përdoret për të lyer kraharorin dhe për të lehtësuar gjithashtu edhe problemet e tij. Ndaj, nëse doni të përmirësoni shëndetin tuaj, mos nguroni ta keni pjesë të dietave tuaja duke ditur gjithashtu edhe vlerat ushqyese që ka. Dafina do të përmirësoj shëndetin tuaj të flokëve. Nëse doni të përmirësoni shëndetin e flokut dhe të hiqni zbokthin, atëherë mund të përdorni edhe gjethet e dafinës. Lagini ato me ujë dhe fërkoni lëkurën e kokës pas larjes. Përbërësit e dafinës do të stimulojnë rritjen në mënyrë efektive të flokut tuaj, gjithashtu edhe do të parandalojnë edhe humbjen e shëndetshme të tyre. Dafina ka veti të mira antiinflamatore, çka do të sjellin rezultate të kënaqshme në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Një nga vlerat më të çmuara të dafinës është efekti që ka në reduktimin e inflamacionit të organizmit. Gjethet kanë në përmbajtje të tyre elementë të njohur, të cilët reduktojnë irritimin në zona të caktuara që mund të jenë të prekura nga artriti. Dafina do të ndihmojë gjithashtu edhe shëndetin tuaj të zemrës, ndaj siguroni ta keni pjesë të recetave tuaja ditore. Gjethet e dafinës kanë në përmbajtje të tyre acid kafeik dhe rutin, dy elementë që japin forcë zemrës, forcon edhe kapilarët e gjakut në zemër dhe përmirëson gjithashtu edhe shëndetin tuaj në tërësi. Gjithashtu gjethet e dafinës janë një kombinim shumë i mirë kundër ankthit dhe kundër stresit. Dafina ka efekte lehtësuese, çliruese dhe qetësuese. Trumza, borziloku dhe dafina kanë në përmbajtje në tyre linalool, një hormon i cili ul edhe nivelet e stresit në organizëm. Ndaj gjethet e dafinës të ndihmojnë të qetësoheni në momentet më stresuese, kur ankthi është tepër i lartë. Gjethet e dafinës gjithashtu janë të mira edhe për shëndetin e diabetikëve. Ato kanë lidhje direkte me rregullimin e niveleve të sheqerit. Përdorimi i tyre në mbikëqyrjen e një eksperti do të japë rezultate fantastike në këtë drejtim, citojnë ekspertët e Healthside. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative që mund të kenë në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.